Prokuroria ka zyrtarizuar akuzat ndaj Elvis Shkambit, autori vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja dhe plagosjes së dy personave të tjerë, xhaxhait të tij Gjon Shkambi dhe rojës së gjykatës së apelit. 30 vjeçari Shkambi akuzohet për 3 vepra penale: vrasje e funksionarëve publik, vrasje në rrethana të tjera cilësuese mbetur në tentativë dhe mbajtje pa leje, prodhimi armëve, armë shpërthyese dhe municionit. Ndërkohë që xhaxhai i tij Gjon Shkambi akuzohet për veprën penale, vrasje në rrethana të tjera cilësuese kryer në bashkëpunim mbetur në tentativë. Sipas prokurorisë, xhaxhai i autorit nuk ka ndërmarrë asnjë veprim për të ndërprerë veprimet kriminale të nipit të tij. Madje ka qëndruar i qetë gjatë kryerjes së veprës dhe pas kryerjes së saj, çka krijon dyshimin e arsyeshëm që ai ka pasur dieni për planin dhe veprimet e nipit të tij. Gjithashtu prokuroria ka dyshime se xhaxhai ka rolin e shtytësit në tentativën për të vrarë palët. Gjithashtu edhe roja i gjykatës së apelit, që kishte si rol kontrollin e personave që futeshin në gjykatë, është akuzuar për shpërdorim detyre. Të tregta shtetas janë arrestuar në flagrancë si persona të dyshuar për kryerjen e veprave penale të lartë përmendura dhe për ta është paraqitur pranë gjykatës së shkallës së parë kërkesa për vleftësimin e arrestimit dhe caktimin e masës së sigurimit personal, arrest me burg.